Faleminderit. Me 79 vota kundër është rrëzuar kërkesa e Partisë Demokratike për shkarkimin e Niko Peleshit si kryetari i kuvendit. 10 deputet votuan pro ndërsa asnjë nuk abstenoi. Votimi u bë në mënyrë të fshehtë, ndërsa Partia Demokratike që vetë inicoi këtë proces nuk mori pjesë. Arsyeën e mos pjesëmarrjes në votime sqaroi Berisha jashtë kuvendit, teksa akuzoi sërish për shkelje të rregullore. Sipas tij, duhet ishin hedhur të dy raportet për votim, i Partisë Demokratike për shkarkimin dhe i Partisë Socialiste që e kundërshton dhe më pas të kaloi në votimin për shkarkimin e Peleshit. Sipas Berishës, nënkryetaria Spahiu kaloi direkt në votimin për shkarkimin sepse kishte marrë urdhër. Peleshi në fjalën që mbajti para votimit akuzoi opozitën për përçarje. Peleshi hodhi poshtë akuzat se favorizon mazhorancën, duke thënë se opozita ka pasur 60% të kohës së fjalës në kuvend. Deputeti demokrat Ivi Kaso, teksa renditi shkeljet e pretenduara se janë kryer nga Peleshi, tha se nuk kërkonin ndëshkimin e një personi, por rikthimin e kuvendit në bazat institucionale. Sipas tij, Peleshi në pak javë në këtë post nuk ka qenë garanti i barazisë parlamentare, por një zgjatimi i kryeministrit. Socialisti Damian Gjiknuri nga ana e tij shtoi se Peleshi thjesht ka mbrojtur rendin kushtetues, ndërsa në seancë ka mbizotruar kaosi. Në kërkesën e tyre demokratët rendisnin 5 shkelje. Sipas Partisë Demokratike, Peleshi thirrri mbledhjen e kuvendit për ndryshimin e rregullores, si dhe mbledhjen e Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin, pa respektuar afatin e parashikuar, ju ka hequr të drejtën për të folur deputetëve dhe kreut të grupit parlamentar Gazmend Bardhi, si dhe nuk ka mundësuar prezantimin e programit qeverisës.